Mirë mbrëma shqiptar! Mirë mbrëma diaspora! Vlezër dhe motra, unë sot jam shumë i nderuar që flas këtu tek ajka e shqiptarisë në këtë shesh dhe në të gjitha sheshet ku jetojnë shqiptarët. Në këtë ditë të bukur, të freskët, të bekuar, ne jemi këtu si përfaqësues të dritës. Ne jemi këtu si përfaqësues të smirës. Ne jemi këtu si përfaqësues të gjithçkaje që është shqiptare. Ne përballë kemi Barinë e Tiranës, një grupim hajnash dhe kriminalash, maskaresh, që janë plerat e kombit shqiptar, të cilët kanë 35 vjetë që na trajtojnë si sklever. Ne jemi drita, këta janë errësira, ne jemi paqja, këta janë dhuna, ne jemi e drejta, këta janë e shtremra. Post diktatura, post diktatura, post diktatura, post diktatura, post diktatura. Vlezër dhe motra, ne jemi sot këtu përballë një kryeministri që e ka zyrë këtu edhe për disa ditë, jo më shumë. Një kryeministër anti-shqiptar, por jemi përkundër edhe një kryetarit të një opozite false që e ka zyrën atje tek Shqupi, edhe i po aq anti-shqiptar, por jemi këtu kundër gjithë veglave dhe zagarëve të tyre, në cilët kanë Ramamburg Berishamburg, Ramamburg Berishamburg, Ramamburg Berishamburg, Ramamburg Berishamburg. Kjo është një parrull që ka dalë nga ky shesh dhe është një parrull shumë e bukur. Po më lejoni që t'i shtojmë kësaj parrulle një tuf tjetër njerëzish që e meritojnë. Në burg duhet shkojnë mbasi të shkojnë në gjykatë edhe i gjithë ministrat e këtyre 35 viteve. Edhe zëvendës ministrat, edhe drejtorët e drejtorive, edhe kryetarët e bashkive, edhe kryetarët e komunave që kanë vjedhur gjakun e shqiptarëve dhe që kanë marrë para nga lekët tona në xhepat tanë. Ramamburg Berishamburg. Te kjo torta që kam këtu thuhet jep të reqen me ju dhe Staliu me vete. Jepe të reqen. Te kjo torta që kam këtu thuhet jep të reqen me ju dhe Staliu me vete. Ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi! Vlezër dhe motra, ne këta i njohim kush janë, i kemi njohur me kohë, i kemi duruar dhe i kemi toleruar. Nga një herë ju kemi dhënë edhe votën. Por këta kanë vjedhur me votën tonë, këta kanë përvecuar me votën tonë, këta janë më keq se Lubia, nuk ngopen. Këta janë të pangishëm, këta janë bajlozi i zi që ushqen me mishin dhe kockat e shqiptarve. Prandaj nga ky shesh lind thirrja, Shqipëria shqiptarve! Shqipëria shqiptarve! Kanë 35 vjetë që nga tregojnë pralla. Shahen me njëri tjetrin, por pisliqet i bëjnë bashkë. Ne sot këtu jemi përfaqësuesit më të denjtë të kombit shqiptar për t'ju thënë atyre se koha e tyre ka mbaru, koha e Tiranës ka mbaru, koha e Sali Berishës ka mbaru, koha e Paris Tiranës ka mbaru. Regjimi tyre hajnar, kriminal dhe shqiptarizues e ka zbrazur Shqipërinë nga shqiptarët dhe e mbush me të huaj. Ne sot ju përsërisim edhe një herë që ta lënë postet e tyre të paspunojnë me spakun. Dhe një gjë të fundit sepse duhet ta mbyll. E di.
Unë sot këtu jam si qytetar shqiptar-amerikan. Sot është dita e pavarësisë së 250 të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si Atëherë, edhe një, unë jam qytetar amerikan dhe pjesëtar i kombit shqiptar. Si qytetar amerikan, mua më lejohet të jetoj lirë, të punoj lirë dhe të punoj për kombin tim, pa më rënë askush këtu. Fjalia e fundit që të ju them, do të huazoj nga një fjali e fjalimit të presidentit Trump dje, i cili tha që qysh nga krijimi i Republikës Amerikane, që u përmend sot këtu, që e përmendi Dritani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë në një revolucion 250 vjeçar për lirinë dhe për të garantuar lirinë të gjithë njerëzve tyre që jetojnë të lirë. Ne shqiptarët duam këtë lloj lirie. Ne duhet kemi nder, dinjitet në vendin ton, punësim, ekonomi të mirë. Rroft Shqipëria, rroft populli shqiptar, protestoni, filloni çuna! Kjo protestë duhet të durojë derisa ky të japi dorëheqje, bashkë me ata që nuk janë sot në opozitë. Unë si djali diasporës, i bëj thirrje të gjithë diasporës, jo të vim vetëm të shtunur këtu në Shqipëri, po të rrim nga e hana deri të shtunur që ta përzam të këtu, që të shkojnë në shtëpi. Nuk ikën Rama me Lule, as Berisha, po duhet vim këtu të blokojmë të gjitha institucionet dhe mos t'i lejojmë që të hyjnë në to, sepse ata në institucionet bëjnë vetëm pazarën e tyre dhe s'kanë menduar kur për Shqipërinë. Rama jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen. Forca diaspora, akoma më shumë dhe të qëndrojmë këtu me qëndestarët. Ju përshëndes. Zemra dhe këtu, ky zotëria që është kryeministër, na ka larguar me urrëtie dhe jemi mbetur me dashuri nga njëri tjetri. Fuqia jonë më e madhe është dashuria. Dhe ju lutem mos bini pre provokimeve, ta si lloj provokimi, sepse ai tipi, po Rama mbul, Berisha mbul, për Disney kur ka thonë, nuk ka asnjë lloj problemi. Po mos bini pre asnjë lloj provokimi, sepse gjithë kjo gjë e madhe është investimi i gjithë jetës tonë. E gjithë jeta jonë është investim, do e kemi vendosur jetën kolateral. Dhe dola këtu vetëm për i bërë një dhuratë për ditëlindje kryeministrit tonë, sepse di që vendisët ka gati 150.000. Dhe kërkesa ime më legjitime është, ju lutem largoni çdo lloj provokimi dhe detyrohet çuna. Ata duhet të jenë tu me neve gjithë. Ja pjesë e familjes tonë, jemi një pjesë e një familje të madhe. Zoti na bekoft gjithë. Jemi vetëm me dashuri dhe me rezistencë, kjo është luftë psikologjike. I ka të gjitha mjetet në dorë, po nuk ka shpirtin tonë. Zoti e bekoft Shqipërinë.